kërkon sa më i madh jetë fëmia, aq më shumë kohë le të themi merr ndryshimi i sjelljes. Patjetër nëse është në adoleshencë mund të marrë shumë më tepër kohë, mund të kërkojë shumë më tepër pasoja natyrale të sjelljes së vet për ta kuptuar që kjo nuk mund të funksionojë, por zakonisht njerëzit e kuptojnë kur rriten atë. Në vegjëli, për shkak se ndërveprimet kryesore i kanë me prindrit e tyre, edhe nazet dhe këto kapriçat më të mëdha i bëjnë me prindrit dhe prindrit janë të dorëzuar dhe konsiderohen prindër lejues, atëherë atyre ju del dhe ju ecën e vetja. Por ne duhet të kuptojmë si prindër që ne forma jonë e prindërimit apo përgjegjësia jonë prindërore përfshin edhe vendosin e kufijve. Kufijt nuk janë mungesë dashurie ndaj fëmijës. Edhe disiplina nuk është mungesë dashurie, përkundrazi janë dashuri të dyja, sepse nëse unë s'ja mësoj sot në familje si prind, ai do t'i mësoj nesër në rrugë, po do t'i mësoj në një mënyrë shumë më të vrazhd, me pasoja shumë më serioze për jetën e vet. Dhe nëse ai fëmijë nuk është në gjendje të pranojë jo në prindit sot, jo, sot nuk do blejmë, si do e pranoj nesër adoleshent apo i rritur, jo në policit, jo në mësuesit në shkollë, jo në ligjit. Dhe sa më e vështirë është për të pranuar jon, atëherë aq më tepër përshkallëzuar do jetë sjellja negative. Dhe fëmia do e kuptoj që unë pas kam jetuar një gënjeshtër. Dhe në fakt, prindrit shpeshherë kujtojnë dhe mendojnë se duke ja plotësuar të gjitha fëmijës do fitojnë respektin e fëmijës. Por kjo nuk është e vërtetë.